E dytë nga sot TikTok nuk funksionon më në Shqipëri. Si do ja bëni për të përdorur TikTokun? Kjo imja është në rregull, sepse unë kam shkarkuar një dhe aje përmbush funksionin. Por kjo do të hyjë në histori si një ditë e zezë e censurës, si një akt madhor censure pa asnjë ligj, pa asnjë bazë, thjesht të njëjtin vendim që mori Habibullahu i Kabulit, mori dhe Habibullahu i Tiranës. Në traditën e tij atrore, njeriu që ka patur për baba një xhelat të fjalës së lirë, ka firmosur varjen litar Tavzinels në 10 gusht të vitit 1988. Edi Rama përsëri të jetë gjë, për të jetin mendim, për të jetin arsye. Krishteriti Rama nuk duronte dot vargjet e lira të tij. Edi Rama nuk duron dot kritikat e të rive në TikTok. Dhe kjo dëshmon qartë edhe një herë se çfarë raporti ka ky me vlerat bazë të demokracisë, lirive dhe drejta të njeriut. I ftoj të gjithë të rit të shkarkojnë VPN-n dhe të vazhdojmë betejën tonë kundër censurës, në radhë parë kundër censurës, nuk duhet të nënshtrohemi censurës. Ky është një akt i shëmtuar, një akt që s'mund ta bënte